Alba Story prezanton. Përshëndetje miq. Jam një burr 36 vjeç dhe kam disa vite i martuar. Familja gruas sime është e vogël. Ajo ka vetëm një vëlla, i cili është i martuar me një grua 32 vjeçe. Për ta bërë me të thjesht, ajo është nusja e vëllaut të gruas sime. Ne gjithmonë kemi pasur marrëdhënie shumë të mira familjare. Mblidhemi shpesh për darka, për festa e mbledhje të ndryshme. Dhe kemi atë lloj raporti ku hyjmë e dalim tek njëri tjetri pa pasur nevojë që të na ftojnë. Këtë pranverë unë nise një projekt shumë të madh në shtëpinë time. Kisha planifikuar të shtoja një kat të dytë dhe të vendosja një sistem të madh me panele diellore për të mos pasur probleme me dritat. Ishte një punë e lodhshme. Kisha punëtor pothuajse çdo ditë. Kishte rregullime në oborr e kishte kudo llaç e pluhur. Në këtë periudhë, vëllau i gruas dhe nusja e tij vinin shpesh për të na ndihmuar, ose të paktën për të na bërë shoqëri ndërsa ne merreshim me rregullimet. Ajo nusja e vëllaut të gruas ka qenë gjithmonë një natyrë shumë e hedhur. Flet lirshëm, bën shaka dhe nuk e ka problem të thot atë që e mendon. Ajo shumë herë e ngacmonte burrin e saj në syrin ton, duke u ankuar që ai nuk e ndihmonte as pak në shtëpi. Por të gjitha këto, kur ajo fliste, ne i kalonim me të qeshura. Nuk kisha menduar kur ndonjë gjë tjetër, sepse dinamika jon ishte pothuajse familjare. Derisa erdhi një ditë e nxehtë qershori. Atë ditë nuk kisha punëtor. Kisha vendosur ta lija pushim që të merresha vet me disa matje lart në katin e dytë që sapo ishte ngritur. Ishte ende me tullat e kuqe, i pasuvatuar dhe pa dyer, vetëm me dyshemen prej betoni. E vëllau i gruas kishte ardhur atë mëngjes bashk me nusen e tij. Por ju desh që të blente diçka në qytet, dhe iku duke e lënë atë tek ne. Pas pak, gruaja ime mori makinën time për të shkuar deri tek një magazinë e madhe për të parë disa modele pllakash për banjën e re. E kështu, në shtëpi mbeta vetëm unë dhe ajo, kunata e gruas sime. Unë dola lart në katin e dytë, po matja me metër disa hapësira tek muri ku do të kalonin kablot e paneleve. Puna me kishte marrë rreth një orë dhe vapa po ndjehej shumë. E kisha mendjen plotësisht tek numrat kur dëgjova hapat e saj në shkallët e betonit. Ajo doli në katin e dytë dhe u ofrua drejt balkonit që ishte i papërfunduar. Kishte të veshur rroba mjaft e bukura. Kishte pantallona shumë të shkurtëra dhe një bluzë të lehtë. "Qen ka shumë vap këtu lart", me tha ajo, duke u mbështetur tek parmakët e balkonit. "Kështu është, i thash, kur s'ka ende çatit e plot, bën akoma me vap", i thash unë dhe vazhdova të mbaja shënime në një copë letër. Ajo nuk zbriti poshtë, qëndroi aty
duke parë nga oborri. Pas pak filloi të fliste përsëri. E këtë herë zëri i saj ishte më melankolik. Vërtet, ti je duke punuar shumë në këtë shtëpi, më tha ajo. Ju kam thënë shpesh herë dhe e shoh burrin tim, ai asnjë gosht nuk e ngul dot pa shtyr unë disa herë, ndërsa ti e ke marrë gjithçka vetë në dorë. Duke shumë ndryshe këtu, kur merresh me ndërtimin, më tha ajo. Me mahniti pak. Secili ka ato aftësitë e veta, i thash unë, duke mos e shkëputur vëmendjen nga matja tek muri. Megjithse e ndjeva që vëmendja asaj drejt meje ishte krejt tjetër. Tashmë ajo u ofrua dhe pak më shumë. A nuk lodhesh asnjëherë? Edhe pse është ditë pushimi, ti prap këtu punon, më tha ajo. Kur do të mbarosh diçka, nuk ka rëndësi nëse është pushim apo jo, ju përgjigja. Është më rëndësi vetëm që ta kryej punën sa më shpejt, duke u kthyer e duke matur përsëri një kabull. Ajo ishte pranë meje, ishte vetëm 2 hapa larg. E kuptoj, tha ajo, duke qeshur lehtë. Por ndonjëherë edhe muret kanë nevojë për pushim. Edhe njerëzit që i ndërtojnë, po ashtu, më tha ajo, por më shikonte dhe ma vinte buzën në gaz. Ajo filloi të lëvizte metrin që kisha lënë mbi tulla, duke e palosur hapur. Ishte një gjest i pavetëdijshëm, por që krijonte një tension të veçantë. E zgjaste metrin dhe e ulte përsëri, e përsëri rrinte duke luajtur me te. Ti bën shumë pyetje për dike që erdhi vetëm të na bënte shoqëri, i thash unë me një ton pak më të butë. E po kur vëllau i gruas iken për punë, unë mbetëm me një burr që nuk do të flas, tha ajo, ndërsa u ofrua edhe më afër. Me erdhi pothuajse tek veshi dhe me përshpëriti në vesh. A mendon, tha, ndonjëherë për ndonjë gjë tjetër, apo vetëm tek shtëpia ke mendjen? A bën ndonjë gjë thjesht për veten tënde ti? Më tha ajo tek veshi. Pyetja ishte e drejt për drejt, e ajo nuk u tërhoq. Akoma me këto pyetje provokuese vazhdonte që të më bënte. Nuk u tërhoq që nuk u tërhoq, por përkundrazi. Filloi e u mbështet me shpinë tek muri i tullave fiks përballë meje. E ishte një skenë që po zhvillohej si ajo po bënte ndonjë lojë. Ja kapa metrin nga duart, e palosa dhe e futa në xhep. Zhurmat e lagjes ndjeheshin nga larg, por e gjithë shtëpia kishte rënë në një qetësi. Por edhe lodhja ime e ditës u zhduk komplet. Bëj, thash, bëj edhe gjeste që janë për mua, jo vetëm punë. I thash, bëj edhe ato që me interesojnë dhe që i ka menduar që një kohë të gjatë. Dhe pa u menduar fare, e mora nga dora dhe ulem të dy mbi një grumbull tullash që ishin bërë në formë tavoline. E aty, teksa u ulem, e putha direkt në buzë. Ajo më përqafoi dhe më ktheu puthin me një herë. Gjithçka ndodhi aty natyrshëm, aty në mes të tullave dhe pluhurit të atij kati të papërfunduar. E pasi u puthem, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.